që i kanë të gjitha mundësit, kërkesat, potencialet, po dhe bashkit më të voglat mund dhe duhet ta bëjmë të gjë. Dhe këtu vite kë një pjesë tjetër, një takim ekskluziv për paketën e mala. Sot që flasim, jemi akoma në kushtet kur jo të gjitha bashkit e kanë kryer fazën e parë. Për këtë do flasi në mënyrë të detajuar udhëheqësi i paketës maleve, Ministri Demo, por është e papranueshme. Cili duhet tjetë objektivi ju? Juve nuk e di a e pat, edhe nuk më kujtohet a kemi ndarë bashkë, por në momenti kur paketa e maleve u shpall në website-in e vetë, ditën e parë, ishte 700 e kusur interesime nga shqiptar jashtëdhënë. Është një instrument i sigurt për të tërhequr kursimet e shqiptarëve jashtëdhënë dhe për të tërhequr edhe shqiptarë jashtëdhënë që të vinë mbrapsht në AD dhe të bëjnë një biznes të sigurt, të padiskutueshëm të sigurt, që ju sjell atyre shumë më tepër të ardhura se sa çdo lloj pune e zakonshme që mund të jenë duke bërë në Angli apo në Greqi, etj. Tani si ka mundësi që nuk ka mbaruar akoma faza e parë në të gjitha bashkitë? Çfarë është kjo shkencë e madhe për të përcaktuar hartën ku do të bëhet ky zhvillim?